Shiko, Eri, se ti ke trajnimet shumë shtrenjta, edhe normalisht unë në biznesi që unë jam, në këtë pozicion që jam, nuk mund ta përballoj dot një trajnim shtrenjtë. Po, është e vërtet. Unë i kam trajnimet e shtrenjta. Kam trajnimet e shtrenjta sepse është lloji i biznesit që unë i shërbej që është i shtrenjtë. Por duhet kuptosh një gjë. Nëse se po flasim për trajnimet shtrenjta, flasim edhe për një vlerë të shtrenjtë, një përfitim të shtrenjtë. Nëse ti arrin nëpërmjet programit tim të qesësh siç unë kam studentët e mi, të cilët kanë shitur 100.000 euro plus vetëm nga trajnimi im, edhe e kam të dokumentuar dhe e kam thënë. Është i shtrenjtë trajnimi im? Nëse klientët e mi kanë shitur 1 milion euro plus vetëm si pasojë e programit tim, e kam të dokumentuar. A është i shtrenjtë trajnimi im? Pra, nuk ka të bëj shumë a është i shtrenjtë apo është i lirë. Po, unë jam i shtrenjtë sepse jam për një kategori klientësh të caktuar, një stad të biznesit të caktuar. Për shembull, nëse ti je 5 shifra, do të shkosh në 6 shifra, atëherë po. Nëse je 6 shifra, do të shkosh në 7 shifra, po. Unë kam për çdo program, për çdo nivel biznesit tënd, unë kam një program të cilën mundet ti përshtatet që unë të ndihmoj ty që ti të rritësh zerot tek biznesi yt. Nuk do ndodh mrekullia që në fillim, por një lëvizje do ndodhi. 30%, 40% minimumi do ndodhi rritje. Vetëm si pasojë e programit tim dhe e programit ton përbashkët, sepse nuk është se e kam shpikur unë vetë. Ky është një koncentrat i eksperiencës që e kam pasur me pronar biznesesh të cilët kanë pasur sukses. Nuk është se e kam shpikur unë nga zero. Ka një kurikull, ka një hap pas hapi dhe në këtë moment unë i kam bashkangjitur dhe eksperiencat konkrete me emra biznesmenësh konkret, të cilët lehtësisht ti mund t'i kontaktosh edhe mund të vërtetosh që kjo që unë them është lehtësisht e vërtetueshme, nuk është diçka abstrakte. Në këtë moment, pyetja nuk është a është e shtrenjtë, pyetja është cili është angazhimi yt? Të vazhdosh kështu siç je apo do shkosh në një nivel më të lartë? Cili është problemi yt tani? Cili është problemi yt më i madh financiar? Do të rrisësh numrin e klientëve, do të rrisësh numrin e shitjeve, do të zgjerosh tregun nga një treg i vogël lokal që ke vetëm zonë lokal, do ta bësh worldwide, do ta bësh scalable. Atëherë, në varësi të problemit që ke, neve mund të gjejmë paketën e duhur për ty për të filluar. Nuk ka nevojë që të fillosh madhe, filloje vogla dhe pastaj neve do të ndihmojmë që ti të shkosh më lart.